أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Vetëm Atij mbështetemi dhe vetëm prej Tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë të nderuar, vëllezër dhe motra, ja tek erdhëm tek nata 27. Me shumë mall, me shumë përkushtim dhe me shumë dashuri po e prisnim këtë natë. Sepse është nata më premtuese. Është nata për të cilën transmetimet e shumta aludojnë se kjo mund të jetë nata e Kadrit. Ndonë se unë I përkas mendimit se ajo lëviz, pra nuk është fikse, sado që ka dietarë që mendojnë se nata e Kadrit është fikse, është nata 27 dhe nuk lëviz. Megjithatë, ne kemi shpresë të madhe se kjo mund të jetë ajo natë. Këto orientime pejgamberike rreth datave e para së gjithash rreth 10 qitë të fundit të muajit Ramazan janë orientime që na nxisin për t'ju përkushtuar Allahut subhanahu wa taala, për ta kërkuar thesarin e fshehur të këtyre neteve, natën e Kadrit, sepse nata e Kadrit është natë që mbartë sekrete hynore. Mëshira që zbret nga ana e Allahut Madhërisëm në këtë natë është e pakrahasueshme. Është mëshirë ekskluzive për besimtarët e Tij të veçantë. Kjo natë është prej neteve që neve na bën shumë të lumtur kur ne arrijmë atë. Është interesante se gjitha mësimet pejgamberike rreth shenjave të natës së Kadrit janë të periudhës pas përfundimit të natës së Kadrit, jo para. Andaj unë çuditem se sa shumë sot njerëzit merren me shenjat e natës së Kadrit, sepse besimtari I sinqert, besimtari I devotshëm nuk e pret vetëm natën 27 për me arrit natën e Kadrit. Besimtari I devotshëm e kërkon atë prej kur e përfundon në Ramazanin e kaluar. Kështu kanë qenë sahabët e nderuar. Nga momenti që e kanë përfunduar Ramazanin e kaluar, e kanë lut Allahun subhanahu wa taala mi au pranu ibadetet 6 muaj ditë të muajit kaluar, edhe 6 muaj tjera e kanë lut Allahun mi au mundsu me arrit Ramazanin tjetër, natën e Kadrit pasuese që vije. Pra, kjo është ambicia e të devotshmëve, të cilët me sinqeritet maksimal e synojnë arritjen e natës së Kadrit. Prandaj, paralajmërimet pejgamberike dhe thënieve të natës së Kadrit janë në ditën kur lind dielli pas natës së Kadrit. Pra, dielli lind pa rrezatime të zakonshme, është më I ngarkuar, është më I rënduar dhe kjo e ka urtësinë vet padyshim, për arsye se gjithë melekët e Allahut subhanahu wa taala, sikurse do ta shohim në vazhdim, zbresin në qiellin e kësaj dynjaje, prandaj edhe zbehet rrezatimi I diellit në lindje, gjë që nuk ndodh në asnjë ditë tjetër. Kjo është një prej urtësive kryesore. Por një gjë është më së e sigurt, ai që e ka kërkuar natën e Kadrit, në veçantë në 10 netësin e fundit, do ta arrijë atë. A është natën e 21, a është natën e 23, apo është edhe natën çift, se mund të jetë edhe natën çift. Por ju që nuk e dini, Kurani në fillim kur ka zbrit, dhe për këtë ka hadith në Sunenin e Imam Ahmedit, Kurani ka zbrit në natën e 24. Në natën e Kadrit ka zbrit në natën e 24, që I bie mund të ndodhet që edhe të jetë në netët çift. Por zakonisht bie në natën e 27, pastaj në netët tek, pastaj mund të bie edhe në ndonjë natë çift, por kjo është më e rrallë. Nata e Kadrit ka shumë sekrete, ka shumë mirësi. Dhe nga vetë fakti që është natë e veçantë, është natë e begatë, Allahu I Madhërisëm e ka zbrit një kaptin të tërë për të shpërfaqur vlerat e kësaj nate të mrekullueshme. Prandaj Allahu në Kur'an thot, ba'de bismillahirrahmanirrahim,
Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. Wa ma adraka ma lejletul qadr. E ku e di ti o Muhammed se çfarë është nata e Kadrit? Mënyra se si Allahu po i qaset pejgamberit ton dashur dhe po i thot, po ku e di ti o Muhammed se çfarë është nata e Kadrit? Pra Allahu dëshiron të na tregojë se aq madhështore është kjo natë, sa që ty nuk ta merr mendja o Muhammed. E nëse Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka mujt m'ia marr mendja për madhështinë dhe bukurinë e kësaj nate, kujt mund t'ia merr mendja? Pra është aq madhështore sa që nuk mund ta perceptoj mendja njerëzore. Edhe si kur të ndaleshim, edhe t'i shënonim gjitha mirësitë që ne mendojmë se i ka kjo natë, duke filluar nga mirësitë apo disa për mirësive që ne i dim në bazë të transmetimeve kuranore dhe pejgamberike. Pastaj edhe nga disa mirësi që ne mund t'i nxjerrim nga zgjellshmëria jonë, nga angazhimi ynë, nga meditimi ynë. Besoni, as nuk ka ujë, e as nuk ka laps që mundet me i përfshi mirësitë e kësaj nate. Aq madhështore është. Sepse është nata e Kur'anit. Është nata e zbritjes së fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Vetëm kur ndalesh edhe e mendon, çka ka zbrit këtë natë? Fjala e Allahut. E fjala e Allahut është atributi i Allahut, është cilësia e Allahut. Fjala e Allahut që Allahu e ka fol në mënyrë të drejtë për ne, e ka zbrit për ne, për zemrat tona. Përmes të dërguarit të qiellit Xhibril alayhis salam tek i dërguari i tokës Muhamedi alayhi salatu wassalam. Për të na udhëzuar neve, për të na ndriçuar neve, për të na orientuar, për të zgjidhur problemet tona, për të na avancuar, për të na edukuar, për të na mësuar rrugën e shpëtimit, për të na mësuar rrugën e xhenetit. Prandaj tha: "Wa ma adraka ma lejletul qadr." Ku mund ta dish ti o Muhammed se çfarë është nata e Kadrit? Lejletul qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. S'po thot është sa 1000 muaj, por është më e mirë se sa 1000 muaj. Që kur përkthehet në shifra numerike, i bie, pra ka më shumë vlerë se sa 83 vite. Vetëm kur e mendon 83 vite, lodhesh. 83 vite angazhim, 83 vite mundim, 83 vite investim, 83 vite konsumim të vetvetes, të pasurisë, të planeve tua, të imagjinatës tënde, të pasurisë tënde dhe çdo gjë që ty Zoti të ka dhënë. Mund dal me mendu 83 vjet njeriu mu angazhu, çka kish mujt me bë? E Allah ta ka mundsu për një natë. Një natë sa një jetë. Realisht nata Kadrit është një jetë e tërë. Kjo është bujaria e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu ka dashur që gjitha ato lëshime, gjitha ato mangësi eventuale që ne i kemi gjatë jetës tonë, e që nuk janë të pakta, besoni që nuk janë të pakta. Ne gjithë i dim mangësitë tona. Po sa janë që nuk i dim? Allahu dëshiron që na me i kompenzu diqysh ato. E pe bujarisë ti, ai na mundson na me arrit natën e Kadrit. Edhe dikuj që ndoshta jeton vetëm 20 vite, ja merr Allahu shpirtin rini. 50 vite, ai mundet me përfitu me shekuj në arritjen e shpërblimeve. Mundet me arrit shumë natë Kadrit. E që kur ato përkthehen apo barazohen shifra numerike, 83 vite, plus 83 vite, plus 83 vite, e shumë më tepër, shpërblime. Në qoftë se kanë qenë sinqert, kuptohet. Pra, apo e kuptoni sa shumë na don Allahu subhanahu wa taala? Apo e ndjeni se sa shumë Allahu bën për ne? Apo e përjetoni madhështinë e mëshirës së Allahut ndaj nesh? Tenezzalul malaika, Allahu thot, çfarë ndodh këtë natë? Prej karakteristikave të kësaj nate thot është Tenezzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Në këtë natë zbresin melekët e Allahut. Dhe në krye të tyre është ruhi, Xhibrili alayhis salam. Një për emrave Xhibrili alayhis salam është ar-ruh. Allahu e quajnë kështu në Kur'an. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Me lejen e Allahut vinë edhe i zbresin caktimet e Allahut subhanahu wa taala.
Prandaj nata e Kadrit është nata e caktimit të fateve. Prej karakteristikave të kësaj nate është se caktohen fatet, caktohet e ardhmja dhe çdo gjë që do të ndodhë për secilin prej nesh përgjatë vitit të ardhshëm. Piknisja e fillim vitit shpirtëror për ne muslimanët është nata e Kadrit. Aty caktohen edhe vazhdojnë fatet tona. Çdo gjë që ndodh përgjatë një viti, ndodh pas asaj që vendoset pikërisht në natën e Kadrit. Prandaj nuk bën me anashkalu duan, vëllezër dhe motra. Duaja është fuqi e jashtëzakonshme. Duaja është armë që nuk mund t'ja huq nëse e përdorim atë sinqerisht. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se duaja e ndryshon edhe kaderin e Zotit. A e ndryshon duaja caktimin e Allahut? Për shembull, Allahu dikujt ja ka shkruajt me vdek në filan datën, në filan vitin. A ka mundësi duaja mi ashtu ymrin? Ka mundësi. Qysh? Kushtimisht po them. Është sikur puna e fusnotave. Në fund të librit, edhe aty shkruhet, në qoftë se filani lutet sinqerisht, Allahu mi ashtu ymrin, Allahu ja ndryshon kaderin i ashtu ymrin. Qoftë se lutet sinqerisht, Allahu mi ja largu smundjen, Allahu ja pranon lutjen edhe ja largon smundjen. Pra është një lloj kushëzimi nga Allahu, çka fusnota që po e them unë, që ju më pas praktikisht sa më të kuptueshme, çështu ndryshohet kaderi. As e para, as e dyta nuk dalin prej kaderit të Zotit. Por brenda kaderit të Zotit është edhe që ky ndryshim i mundshëm përmes lutjeve tona të sinqerta. Prandaj besimtar nderuam, mund të jetë sot nata e Kadrit. Shpresojmë të jetë. Luteni Allahun për çdo gjë, për çdo gjë që të keni. Luteni Allahun për familje, luteni Allahun për karrierë, luteni Allahun për shëndet, luteni Allahun për bukuri, luteni Allahun për pasuri, luteni Allahun për çdo gjë që juve u do zemra. Allahut nuk i paksohet asgjë. E Allahu jo vetëm që jep kur ne i lutemi atij sinqerisht dhe i kërkojmë përshpirtshmërisht, por edhe shton për te asaj që ne i kërkojmë, sepse është bujari absolut. Sa herë ka ndodhur në jetë që i kemi kërkuar diçka thjesht, Allahu na ka dhënë diçka shumë më të madhe. Me 10 herë në jetë na ka ndodhur. Sa herë kemi menduar që jemi sprovuar me një smundje që mbase nuk do të ketë shërim, po Allahu ka qenë shërimin. Sa herë kemi menduar që zënkat eventuale që kemi mujt me i pas me dikën familja apo jashtë familjes kanë me qenë problem madhor, po Allahu ka dashur që jo vetëm që nuk është zmadhu problemi, por ka ndodhur që shkaku i asaj pastaj jemi afruar edhe më tepër, sepse ndonjëherë pas problemit kuptohet se kush jemi realisht. Pas zënkave, pas reagimeve tona, sidomos pas ndërhyrjes së palës së tretë për të na pajtuar, ne fuqizohemi edhe më tepër në raportet tona. Krejt të janë mëshira Allahut subhanahu wa taala. Krejt këto mundin me qenë rezultati një duaje të sinqertë që ti e ke bërë dikur dhe e ke harru krejt. Ndoshta e ke bërë para 10 viteve. Po Allahu ta ka deponu, se ke qenë i sinqert. Andaj kjo natë nuk do më na kalu formalisht, sikurse asnjë natë tjetër para prake, por as edhe netët paralelse që do të vinë. Ne do të jemi për atyre që gjitha këto që Allahu i përshkruan në këtë sure për vlerën e natës së Kadrit, duhet mi i përjetu. Tash në këto qaste, veç kemi hyrë në këtë natë, sepse prej namazit të akşamit hyhet në natë. Ne kemi hyrë inshallah në natën e Kadrit. Ndaluni edhe meditone se si Allahu e ka zbrit Kur'anin pikërisht në të natë. Se si Allahu subhanahu wa taala e trazon qiellin për ty dhe për mua, për neve. I urdhëron melekët e tij, e në kryet tyre Gjibrilin a.s. Me ardhë neve me na vëzhgu, me ardhë neve me na pa, me i pranu, me i regjistru kërkesat tona, me i caktu fatet tona, të ardhmet tona, me urdhër të Allahut subhanahu wa ta'ala. A ka mirësi më të madhe se sa kjo? A ka shenjë më drejt për drejt dashurisë së Allahut ndaj nesh? Ky është kujdesi i veçantë i Allahut për ne. Po ne nuk e meditojmë, ne nuk e përjetojmë, sepse fatkeqësisht çdo gjë na është bërë formale në jetë. Çdo gjë na është bërë diçka që është thjesht një rutinë e zakonshme. Por besimtari i sinqert i përjeton këto thellësisht. Besimtari i devotshëm nuk lejon që këto përjetime me i kalu formalisht. Ai mundohet sa më thellë mi përjetu ato.
tash kur të futemi në namaz, edhe qëndrojmë para madhrisë së Allahut, le ta kemi në vetdijen tonë faktin që jemi drejtuar Allahut madhrishëm dhe në këto momente i presim musafirët e qiellit në qiellin e tokës. I presim melekët e Allahut, e presim Xhibrilin alayhis salam. Edhe i lutemi Allahut me shpirt e me zemër. A ka përjetim më të bukur se sa? Nuk ka. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu thotë kjo natë është paqe, siguri deri në lindjen e diellit saj. Pra nuk është çfarë do paqe. Është paqja kulminante që mundet ndonjëherë me mbretëru në sipërfaqe të tokës. Prandaj disa transmetime, ndonse të përfolura, tregojnë se prej shenjave të përjetimit të natës së Kadrit është se ata që kanë devotshmëri në zemër, ata që sinqerisht e synojnë arritjen e kësaj nate, e ndjejnë një qetësi në shpirt. Ju rënqethet zemra, kanë një lehtësi në shpirt, kanë një ngrohtësi. Këtë përjetojnë ata që janë devotshëm. Prandaj shpesh ndodh që disa dhe ja qellojnë, jo pse e dinë të ardhmen se askush nuk e di përpos Allahut, por për shkak të përjetimit personal, thot besoj dhe shpresoj se kjo ka qenë nata e Kadrit, sepse përjetimet që i ka pas në atë natë kanë qenë të pakrahasueshme me të tjera. Kanë qenë diçka të veçanta. Dhe Allahu robëve të tij devotshëm u mundson një gjë të tillë. Me përjetu, pra u zhvillon atë intuitën devocionale. Edhe është në gjendje me kuptu që kjo është ajo, se Allahu nuk lejon që një i devotshëm i cili vazhdimisht e kërkon arritjen e kësaj nate madhështore, mos m'ia bë pak a shumë me dije në zemrën e tij që ai mos më humb këtë mirësi të madhe. E bjerë Allahu punën, ndoshta është shumë i lodhur, ndoshta është i raskapitur, ndoshta ka punë nesër, ndoshta është i smur, ja bjerë Allahu punën që ky më e përjetu, qoftë edhe pak për kësaj nate e që fiton shumë prej saj. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Ajo është paqe deri në agimin e mëngjesit. Le të jetë kjo natë e pendimit ton sinqert, natë e vetëdijsimit ton, natë e investimit në imanin ton. Le të investojmë në zemrat tona. Le të jetë kjo natë piknisje e ndryshimit ton pozitiv, sepse një prej karakteristikave të kësaj nate është dhe të Ramazanit në përgjithësi, ndryshimi ynë. Jo më kot Allahu e ndryshon qiellin, e ndryshon tokën, e ndryshon rrjedhën e zakonshme dhe të natyrshme, qiellore dhe toksore për me ndryshu na. Me ndryshu zemrat tona, se kemi nevojë me ndryshu, kemi nevojë me përmirësu, kemi nevojë shumë probleme personale me zgjidh, kemi nevojë shumë smundje me shëru, kemi nevojë shumë analiza, vetë llogari me bë, kemi nevojë shumë me mendu si me qenë sa më dobishëm, jo vetëm për vete, por për familje dhe për shoqëri. Kemi nevojë me i detektu problemet tona, me i diagnostifiku smundjet tona. Kemi nevojë me qenë prej ushtarëve të Allahut subhanahu wa taala. E të jesh ushtari i Allahut është privilegj i madh, kërkon angazhim serioz. Duhet me ndërmarr gjitha masat e mobilizimit, që kur del para madhrisë së Allahut me qenë një ushtar i përgatitur maksimalisht, që kur del para madhrisë së Allahut me qenë i përgatitur seriozisht, që kur del para madhrisë së Allahut, me qenë i gatshëm Allahu me të përdor kudo që ai e shet arsyeshme dhe të nevojshme me të përdor. Të gatshëm para madhrisë së Allahut subhanahu wa taala. Kjo është nata e ndryshimit. Kjo është nata e përparimit. Mos ta neglizhojmë asnjë çast vetëm kësaj nate. Por edhe le ta marrim emanetin e kësaj nate me vete. Emaneti i kësaj nate është dhe i Ramazanit në përgjithësi, ruane imanin tuaj. Keni kujdes për imanin tuaj. Ky mik që quhet Ramazan, që vije me shumë dhurata, që na gëzon, që na ndryshon komplet rrjedhën e çorientuar për 11 muaj gjatë vitit, edhe na orienton si duhet, edhe na rikthen në origjinën e pastër të besimit, edhe na riorganizon komplet sistemin jetësor, në çdo aspekt, si në aspekt shpirtëror, po ashtu edhe në aspekt mendor e trupor. E ka një emanet. Ky thot, o vllai i dashur, o motër e dashur, unë erdha. Unë t'i qela sytë e zemrës. E po ta lë porosi imanin tëm. Unë po shkoj, ama amanetin po ta lë. Amaneti im është
kujdes ndaj imanit tënd. E imani ruhet duke i rujt përgjegjësitë tona karshi Allahut. Nuk ka më mirë, mënyrë më të mirë, më të fuqishme, më të begatshme për me rujt imanin ton se sa me investu në shtyllat e fesë islame. Shtyllat e fesë islame janë shahadeti një, i cili shqiptohet me gojë, por i ka kushtet e veta. Duhet me i përmbush ato kushte. Këtë fjalë duhet me njoft, këtë fjalë duhet me e zbatu, këtë fjalë duhet me e përçu, këtë fjalë duhet me e shpeshtu, sepse është fara e imanit. Dëshmia, shahadeti është fara e imanit. Me të mbillet imani në zemrat tona. Pastaj me çka ndërtohet? Me çka rritet kjo farë? Me namaz. Duhet me ushqy kjo farë. Nuk ka ushqim më të mirë për këtë farë se sa namazi. Dikush thotë unë e dua Zotin, unë i lutem Zotit, i kam ato mënyrat e mia të meditimit, por namaz nuk bën. I bie njëjtë sikur se më thon dikush, unë e ushqej trupin tim në mënyrat e mia. Qysh, unë se ushqej me bukë me ujë, pe ushqej me gjethe lisi, apo me letra të librave. Në rregull ti po mendon se po ushqen, po ti nuk je të ushqyer realisht. Ti je të i bë dëm trupit tënd. Se ushqimin Zoti ja ka përcaktuar shpirtit tënd. E ushqimi kryesor që ta ngop shpirtin, ta kënaq zemrën është namazi, sepse është komunikim me Allahun subhanahu wa taala. Si ka mundësi me dash dikush Allahun që s'don me fol me Allah? Cila zemër mund të jetë e mirë ndaj Zotit, pastaj ndaj robëve të Zotit, kur ajo zemër nuk dëshiron me pas kontakt me krijuesin e saj? Thotë unë kam zemrën e bardhë. Cilën bardhësi po flet? Bardhësia e zemrës dëshmohet vetëm me përkushtim ndaj krijuesit të saj. Ne mund të themi gjithë ditë e gjithë natë që e duam Allahun subhanahu wa taala, por duhet dëshmi konkrete, praktike. Dhe dëshmia kryesore, cilën Allahu e dën më së shumti, për me dëshmu imanin ton, dashurinë ton ndaj Allahut është namazi. 5 kohë namaz. Andaj ju që keni ardhur sonte, në veçanti ju që nuk i falni 5 vaktet. Lutni Allahun me ofërcu zemrën në raport me namazin. Lutni Allahun me ushqy shpirtin me namaz. Lutni Allahun që namazi më u bë më i dashur për ju se sa çdo lloj pasurie jetës kësaj bote. Më e dashur se familja, më e dashur se pasuria materiale, më e dashur se karriera dhe më e dashur se sa çdo gjë tjetër. Wallahi ladhim, nëse i dalim Allahut pa namaz, i kemi dalë pa qelës. Se namazi është qelësi i xhenetit. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka treguar që namazi është miftahul janna, qelësi i xhenetit. Pastaj ka thonë është imadud din, është themeli i fesë. A mund dikush me ndërtu diçka pa themel? Nuk mundet. Edhe nëse mundohet, mjafton një frullizje lehtë dhe e shkatron atë. Mos flasim për ndonjë furtunë të madhe. Thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, çështja e parë që do të pyetet për të robin ditën e gjykimit është namazi. Nëse testin e namazit e kalon me sukses, gjitha të tjerat do t'i kalojë me sukses, sepse është kryesorja. Nëse namazin nuk e kalon me sukses, çfarë suksesi do të ketë ai pastaj në të tjera? Nuk them se s'ka vepra të mira me vete, por ajo që e peshon peshorën e veprave tona në ditën e gjykimit, më së shumti, më së rëndi, është namazi. Namazi është thesar i pashembullt. Nuk ka pasuri, nuk ka adhurim, nuk ka përkushtim që mund të krahasohet me namazin. Prandaj e ka rendit pejgamberi Allahut me shpallje nga ana e Allahut me njëherë mas shahadetit. Namazin. Prandaj në agonit vdekjes, atër kur robi i lën emanetet më të rëndësishme, pejgamberi Allahut ja ka lënë ummetit ti amanet namazin. As-sala, as-sala. Namazin, namazin. Pastaj ka dhënë shpirt. Pra dhe në momentet e vdekjes është për kujdes për lidhjen tonë me Allahun subhanahu wa taala. Sepse ai që përkujdeset për namazin tonë, ai realisht është duke u përkujdes për raportin tonë me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj nuk mundesh me e këshillu dikën me një këshill më të mirë se sa me e fal namazin. Prandaj vëllezër dhe motra, nga që ju dua për hir të Allahut, po ju këshilloj që ta falni namazin prej kësaj nate. Ju që nuk faleni 5 vakte, bënë një jetë pej sonte me fal 5 vakte. Deri kur mo?
Allahu po na don, Allahu po na pret, Allahu po na fatizon, Allahu po na mbulon. Apo presim me na zbrit në ndëshkimi i Allahut, po me na bind me u fal. Apo po presim me zbrit Xhibrili alayhis salam me na ka për dorë me na thonë që dush mu fal. Apo po e presim ringjalljen e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Asnjëna ndodh. Përposa asaj të parës mund ndodh. Ndëshkimi i Allahut mund zbret. Prandaj Allahu derisa ta ka mundsuar me ardh këtë Ramazan, me përjetu këtë Ramazan, inshallah këtë natë kadrit, dije që Allahu po don shumë. Allahu nuk po don me ta marr shpirtin gjendjen që je. As ty, as mu, edhe as këtë tjetër. Allahu po don që na me avancu, Allahu po don që na me investu në devocionin tonë. Allahu po don që na me përfitu maksimalisht. Allahu nuk po don që ju me përfitu pak, Allahu po don që shumë me përfitu na. Tepër për te imagjinatës tonë. Andaj le ti përkushtohemi Allahut subhanahu wa taala, le ta kërkojmë arritjen e kësaj nate maksimalisht dhe një prej duave që tashmë dihet botërisht që preferohet thuhet më së shumti dhe më së shpeshti gjatë netëve të fundit, në veçantë natën e kadrit, nëse arrim atë, është duaja Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës e do falin, andaj më fal mua. Shpreshtone këtë dua në sejdë. Kush e di arabisht e thot arabisht, pasi që thoni subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, thuaj sa më shumë që të kesh mundësi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Thuaj edhe shqip pe loshkët zemrës se Allahu dëshiron ty sinqerisht me ta ndëgju lutjen tënde. Thuaj o Allah, ti je falës, e don falin, më fal mua. Pastaj shtoja fali edhe prindërit e mi, fali edhe gratë e mia dhe familjen time edhe krejt muslimanët kudo që të jenë se për shkaqeve të pranimit të lutjes, është edhe kur lutesh edhe për muslimanët, për duat që lutesh edhe për veten tënde. Lutni Allahut subhanahu wa taala sinqerisht dhe përzemërsisht, Allahu ju shpërblef për dëgjimin. Inshallah ja arrim kësaj nate edhe inshallah Zoti ju shpërblen këtë botën, botën tjetër, edhe me naj qoshe që aty dikun të lutjeve tuja, lutuni edhe për mu. Allah në xhenet ju qof.